do të flasim për fuqinë e lutjes. Në lidhje me këtë çështje, Zoti tha në Kur'an: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. E kur lutësi më lutet mu, unë jam shumë afër, e pranoj pra duan e lutësit dhe jam pra afër. Qarib, tha jam shumë afër dhe pranoj duan. Fuqia e lutjes është shumë e madhe, sepse ti po i drejtohesh Allahut xhëndeshanu, i cili është Rabbul Alamin, Zoti i botrave. Dhe sigurisht ti i mbështet shpirtërisht, fizikisht, shpirtërisht, me zemër, me mendje dhe me shpirt i mbështet të Krijuesit, tek Zoti. Dhe po i lutesh atij. Gjatë gjithë vakteve të namazeve ne i lutemi Krijuesit dhe themi ihdina siratal mustaqim, udhëzona në rrugën e drejtë, forcona në këtë rrugë të drejtë. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Vetëm prej teje pra kërkojmë ndihmë o Allah. Nuk kërkojmë ndihmë pra pe gjërat e vdekura, pe statuja, pe gjërave ose pe varreve, po pe Zotit. Kërkojmë ndihmën e Zotit, Allahu xhëndeshanu. Pe Rahmanit pra, pe Mëshiruesit, pe Malikul Mulk, atij që ka pushtetin, fuqinë. La hawla la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Nuk ka forcë as fuqi më të madhe se fuqia jote, o Krijues madhështor. Prandaj fuqia e lutjes është shumë e madhe. Lutja për udhëzim të vëshmëri, ndeshmëri, mjaftueshmëri. Nga Ibn Mesudi radhiyallahu anhu transmetohet se pejgamberi selam ka thënë: O Zoti im, kërkoj nga ti udhëzim, devotshmëri, ndershmëri dhe mjaftueshmëri. Fjala huda, udhëzim. Pra udhëzimi më i mirë është Kurani, fjala e Allahut.